Kombëtarja shqiptare e futbollit ka humbur shërbimet e një prej lojtarëve të grumbulluar nga trajneri Rolando Maran, që në ditën e parë zyrtare të grumbullimit. Kuqezint janë prej disa ditësh në kryeqytet, e disa prej tyre edhe kanë zhvilluar stërvitje në ambientet e shtëpisë së futbollit, për të ruajtur gjendjen fizike, para se të niste puna zyrtare me trajnerin e ri. Por që në ditën e parë, ai ka humbur shërbimet e një futbollisti i cili, për fat të keq, në vitin e fundit ka vuajtur shpesh situata të ngjashme në disa grumbullime. Ardian Ismaili ka rezultuar i dëmtuar dhe jo në formë optimale, ndaj është tërhequr përsëri nga grumbullimi i përfaqësueses. Kombëtarja shqiptare ka nisur sot grumbullimin në kuadër të 2 ndeshjeve miqësore, ndaj Izraelit dhe Luksemburgut. Departamenti i komunikimit në FSHF bën me dije se mbrojtësi Ardian Ismaili është larguar nga grumbullimi pas vlerësimit të gjendjes së tij fizike nga stafi mjekësor i kombëtares. Ismaili u bashkua fillimisht ekipit kombëtar, por duke qenë se vinte pas një problemi muskulor që e kishte mbajtur larg fushave për disa javë dhe ishte rikthyer në lojë vetëm në ndeshjen e fundit të sezonit, ai u paraqit në kushte fizike jo optimale dhe nuk ishte plotësisht i gatshëm për 2 ndeshjet miqësore të planifikuara. Pas konsultimeve ndërmjet stafit teknik dhe lojtarit, si edhe një takimi me trajnerin Rolando Maran, u vendos që Ismaili të rikthehej pranë klubit të tij, për të vijuar programin e rikuperimit dhe për të kthyer sa më shpejt në formën e tij më të mirë. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në këtë komunikim për media nga stadiumi Errol Benja. Jemi këtu me 2 lojtarë të kombëtares shqiptare, me sfushorin Julian Sheu dhe sulmuesin Lurto Uzunit, të cilët do t'i përgjigjen pyetjeve për grumbullimin e kombëtares në lidhje me 2 ndeshjet ndaj Izraelit dhe ndaj Luksemburgut. Ndërkohë, sigurisht që këtë konferencë për media e ndiqni edhe live stream në kanalin tonë të YouTube. Fillojmë me pyetjet për Lurto Uzunin. Së pari, Lurto u bëfshin 100, duke qenë që ke edhe ditëlindjen, dhe shpresojmë që për një paraqitje të mirë ju personalisht dhe ekipi në këto miqësore. Ajo që dua të di është si ka qenë ky takimi i parë me trajnerin e ri dhe çfarë ka ndryshuar në atmosferë, në grumbullim, diçka nga epoka Silvinjos me epokën e re të Maran. Faleminderit për urimin. Normalisht kur stafi asheri sjellin edhe sistemin e ndryshëm, tani me trajner i ri preferon të luajë ultra ofensiv, edhe siç ka ndodhur para ku ka qenë trajner sulmuesat e vet ka shënuar gjithmonë gola. Përshëndetje, Sabina Metere të Shesport, tani u bë me radhë, bëm edhe 100 edhe gjithë të mira, se pam edhe festën që bët, atmosfera duket pozitive në kombëtar, megjithatë në aspektin personal ka pasur zëra në mediat sportive për një rikthim përsëri, faktën siç shkruajnë edhe mediat për në Turqi, të pëlqen të qëndrosh në Amerikë apo po mendon një rikthim, çfarë do ndodh me të ardhmen e Uzunit? Jo, normalisht unë kam kontratë me ekipin e Ausin, kam pasur një ofertë shumë të mirë në janar, edhe kemi qenë, domethënë ka qenë afërsisht e mbyllur si transfert, por në momentet e fundit është prishur për shkak sepse edhe klubi Osi nuk ishte edhe shumë prurje në ekip. Mirto, Krisi Serdari, Klan News. A më ndjeni që me ardhjen e trajnerit të ri të gjithë nisen nga e para, fillojnë cikël të ri dhe vendet po ashtu në formacion janë të hapura? Normalisht, secili do të tregoj veten, gjithë lojtarët kanë kualitet, të gjithë mund të luajnë titullar në ekipin kombëtar, pasi janë lojtarët më të mirë të Shqipërisë, edhe siç e thash, të gjithë kanë mundësinë për të luajtur titullar. A mendon se do të jetë ky cikël i ri për ty individualisht që të rikthehesh në ekipin kombëtar si ai protagonisti që ke qenë ndoshta më parë? Po normalisht, siç e thash edhe më para, radh pari uroj shumë suksese trajnerit Silvinjo. Kemi bërë sukses me atë trajner. Për
sa i përket trajnerit, siç e thash, nëse ti je shef eksperiencën më të para ku ka qenë si trajner, sulmuesat e tij kanë shënuar shumë gola, edhe uroj që të ndodhe kjo gjë kombëtare. Mirë, përshëndetje, Flori Thomaj. Trajneri i ri ka marrë objektivat, po thënë, në vendi i parë Ligën e Kombeve dhe kualifikimin evropian. A e kanë dhe lojtarët të njëjtat qëllime? Faleminderit. Po normalisht kur luan për ekipin kombëtar, gjithmonë ke qëllime pasi po luan për kombin, edhe ne duam që dalim të parët në Nation League edhe normalisht të kualifikojmë për Europianin. Kto janë qëllimet që na shtyjnë përpara. Nëse një lojtar nuk ka atë urinë edhe dëshirën për të luajtur Europian apo përfituar, atëherë nuk është i mirëpritur në ekipin kombëtar. Tani vazhdojmë me pyetjet për Julian Sheun. Juli, përshëndetje. Gjatë gjithë edicionit fundit, ish trajneri Silvinho është pyetur nëse do t'u jepte mundësinë juve që t'ishet më pranë portës. Shpresoni që me trajnerin e ri, duke qenë se njihet si trajner i cili luan në sulm, do të jetë një mundësi dhe për ju që të tregoni dhe aftësitë përpara portës, ashtu siç po bëni dhe tek skuadra juaj. Përshëndetje. Mendoj që çdo trajner ka ato idet dhe mendimet e veta për sa i përket lojtarëve dhe pozicionimit lojtarëve në fushë. Nuk e di nëse do jem më përpara apo do vazhdoj të jem në të njëjtin pozicion. E rëndësishme është që sa herë të jem në fushë për mua personalisht bëj maksimumin për kombëtaren dhe të jap më të mirën time për ekipin. Kështu që nuk e di eksaktësisht se ku do jetë, sepse edhe trajneri ka ato idet e veta për lojën, kështu që nëse do jem përpara do bëj maksimumin, nëse do jem mbrapa do bëj prap maksimumin. Kam një pyetje kështu të drejtë për drejtë. Me largimin e Silvinhos dhe me ardhjen e Maran, mendon se në kombëtare duhet të ndryshojnë disa gjëra? Çdo trajner besoj kur vjen në ekip kombëtar ka idet e veta, siç e thash më përpara, dhe do që ta krijojë ekipin me bazë të ideve që ka, kështu që normalisht që mund të ketë ndryshime, çdo gjë është normale për sa i përket ndryshimeve përderisa trajneri është i ri. Sa të rëndësishme janë këto dy miqësore, duke qenë se në shtator kemi sfida zyrtare Ligën e Kombeve, sa rëndësishme për idetë që trajneri do përcjell ndaj lojtarëve dhe filozofinë e tij të lojës. Unë besoj që këto dy ndeshjet janë shumë të rëndësishme për ne për sa i përket vazhdimësisë që do kemi dhe ndeshjeve që janë për Nations League në shtator, kështu që këto janë dy teste të rëndësishme për ne, do të bëjmë maksimumin dhe të krijojmë atë identitetin tonë me trajnerin e ri. Pas një zhgënjimi që ishte në play-off, tani që ju jeni në miqësore, por a mendoni më shumë që miqësorët do ndikojnë për të krijuar grupin në të ardhmen dhe afrimet e reja do krijojnë rivalitet për ju dhe a do ndjeni në presion ju vetë si lojtar? Patjetër që këto dy ndeshje janë shumë të rëndësishme për të krijuar identitet për ndeshjet në vazhdim që kemi dhe sigurisht që çdo lojtar i ri që vjen në ekip kombëtar e meriton që të jetë në ekip kombëtar përderisa është këtu dhe çdo pozicion dhe çdo vend në ekip kombëtar është i hapur për gjithë secilin dhe do luajë ai që meriton të luajë. Kjo është edhe pyetja e fundit. Faleminderit për pyetjet. Ndërkohë, kombëtarja ka nisur zyrtarisht grumbullimin dhe ditën e sotme do të zhvillojë seancën e parë stërvitore, e cila do të jetë e hapur 15 minuta para për mediat. Sigurisht që stërvita do të nisë në orën 18, ndërkohë ditën e nesërme trajneri Maran dhe një lojtar do të dalin përpara mediave në konferencën zyrtare përpara ndeshjes me Izraelin në orën 16:30 këtu në Air Albania. Për përditësime sigurisht për lajme nga kombëtarja, na ndiqni në kanalet tona zyrtare si në rrjetet sociale, po ashtu edhe në YouTube. Faleminderit dhe shihemi nesër.